Ditën e sotme në GKK do të mbahet seanca paraprakje ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, bashkëshortes së tij Ajola Xoza dhe të dyshuarve të tjerë të dosjes. Shkak për shtyrjen e seancës së kaluar u bë mungesa e Veliajt, i cili nuk ishte shoqëruar nga paraburgimi i Durrësit drejt GKK-s, si dhe mungesa e disa mbrojtësve ligjor. Trupa e gjykuese do të vendosë nëse çështja kalon ose jo për gjykim. Më herët gjykata e posaçme i rrëzoi kërkesat e Erion Veliajt për t'i dhënë akses të njëjtë me dosje në burg, si dhe që gjatë seancave gjyqësore të qëndrojë jashtë kafazit të qelqt. SPA ka renditur ndaj Veliajt 13 akuza, të tilla si korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje e sendeve në burg. Shumica e akuzave është ajo e korrupsionit pasive kryer në 9 raste, në raport me disa kompani për cilat SPA thotë se ka marrë përfitime të parregullta në formën e shumave monetare dhe pasurive të paluajtshme, të cilët nga ana e tyre kanë marrë leje ndërtimi dhe përfituar fonde publike nga Bashkia e Tiranë. Edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoza akuzohet nga SPA për korrupsion pasiv në 9 raste, në lidhje me subjekte tregtare dhe organizata jo fitimprurse, njësoj si Erion Veliajt. Gjithashtu Xoza akuzohet edhe për pastrim parash, mosdeklarim pasurie dhe fshehje të ardhurave. Kuvendi nis sot sesionin e ri parlamentar. Fillimisht do të jetë konferenca e kryetarëve që do të zhvillojë një mbledhje në orën 11, ku do të shqyrtohet projekt programi i punës së kuvendit për periudhën 19 janar 2026, 27 shkurt 2026. Më pas do të jetë komisioni për nismat qytetare që do të zhvillojë mbledhjen e parë për vitin 2026. Në këtë mbledhje do të miratohet plani i punës për kërkesën e ardhur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor për sigurinë në gjykata dhe për kërkesën e Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Seanca e parë për vitin 2026 pritet të mbahet në orën 17. Seanca e fundit e kuvendit u mbajt më 18 dhjetor, pra një muaj më parë. Sesioni i ri parlamentar pritet të shënojë debate të forta mes mazhorancës dhe opozitës, ndërsa klima politike në vend duket se do të rrisë temperaturat. Gjithsesi, për dy nga reformat që konsiderohen kyçe, ajo zgjedhore dhe ajo territoriale, socialistët e Edi Ramës dhe demokratët e Sali Berishës pritet të ulen në negociata. Kjo të paktën u pohua në fundjavë edhe nga kreu demokrat Berisha, i cili tha se zgjedhjet e ardhshme lokale do të mbahen me ndarjen e re territoriale. Pritet që të dy reformat të miratohen brenda sesionit parlamentar që përfundon në korrik. Burime pranë sistemit të drejtësisë deklarojnë për pamfleti se prokuroria e posaçme ka përfunduar artimin e masës së sigurisë ndaj Angel Agaçit dhe se fleta e arrestit konsiderohet gati për firmosje, ndërkohë që sipas të njëjtave burime, Agaçi është larguar nga territori i Shqipërisë në një moment kritik të hetimit, pikërisht kur dosjet kanë kaluar nga faza e pyetjeve formale në fazën e përgjegjësisë penale, duke krijuar bindjen se largimi nuk lidhet me shkaqe shëndetësore, siç pretendon qeveria, por me frikën reale nga arrestimi. Angel Agaçi mban funksionin e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Ministrave që nga shtatori 2013 dhe gjatë kësaj periudhe ai ka ndërtuar një pushtet që shkon përtej titullit formal, duke kontrolluar administratën, duke komanduar sekretarit të përgjithshëm të ministrive, duke orientuar vendimarrjen ekonomike dhe politike të qeverisë dhe duke u shndërruar në filtrin e detyrueshëm për çdo vendim që prodhon para publike, koncesione, favore apo mbrojtje politike, çka e bën atë figurën më të rëndësishme dhe më të rrezikshme të qeverisjes së Rama. Siguria ushqimore në Shqipëri paraqet rrezik të drejtë për drejtë për shëndetin e qytetarëve, sepse një pjesë e industrisë së përpunimit të qumshtit ka ndërtuar një model prodhimi që nuk mbështetet më tek qumshti natyral, por tek skremimi i plotit i dhe zëvendësimi i përbërësve bazë me lënë të para industriale si vaj i palmës dhe qumshti pluhur i përfituar nga hirra. Ky proces nuk ndodh rastësisht dhe nuk lidhet me vështirësi teknike, por me vendime konkrete ekonomike të marra nga fabrika të njohura në treg, si Lufra, Erzeni, Fast, Girofarm, Zepa Natyral dhe subjekte të tjera të përpunimit të qumshtit, të cilat marrin qumshtin e freskët nga fermerët, nxjerrin yndyrën natyrale përmes kremimit teknik, përdorin ajkën për prodhimin e gjalpit që shitet veçmas me çmim më të lartë dhe në produktet që shkojnë për konsum masiv, shtojnë vaj palme për të rikrijuar artificialisht përmbajtjen e yndyrës dhe qumësht pluhur për të rritur volumin. Investigimi ekskluziv i emisionit italian Lejene zbuloi ekzistencën e një rrjeti të mirë organizuar mashtrimesh financiare që operon nga Tirana, duke targetuar qytetarë në disa vende europiane dhe rrjedhimisht ndërhyrjen e SPA. Call center i vendosur në një nga kullat më moderne të kryeqytetit dyshohet se gjeneroi deri në 30 milionë euro në muaj, ndërsa ngrihen dyshime serioze se paratë e përfituara përdoren për pastrim parash nga aktivitete të tjera kriminale. Në zemër të Tiranës, në kullën moderne Forever Green Tower, një call center me rreth 100 operator dhe konsulent financiar ishte organizuar si një makinë për të mashtruar dhe grabitur klientët. Investigimi i realizuar nga gazetari italian Luigi Pelazza për emisionin Lejene tregon se ai funksionon si një rrjet i mirë organizuar mashtrimesh financiare me shtrirje ndërkombëtare. Call centeri targeton klient në Itali,
Francë, Gjermani dhe Spanjë, duke e bërë Tiranën një bazë operative kyçe, nga ku koordinohen telefonata mashtruese, platforma financiare të manipuluara dhe ekipe ndërkombëtare operatorësh. Investigimi u mundsua fal infiltrimit të një personi me eksperiencë 3 vjeçare në këtë fushë, i cili kishte punuar më parë në Qipro dhe arriti të dokumentojë mënyrën e funksionimit të rrjetit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas daljes nga ambientet e SPA, ka reaguar për rastin e zbulimit të një call centeri që përmes mashtrimit vinte qytetar të huaj. Berisha tha se kjo skem mashtrimi është në mbikëqyrjen e narkopolicisë, ndërsa theksoi se pronari i këtij biznesi është Amant Josifi. Kjo skem, sipas Berishës, është e njëjtë me atë të mbledhjes së drogës. Ndërkohë, 6 anëtarët e rrjetit të mashtrimit me call center do dalin sot para gjykatës së posaçme për t'u njohur me masat e sigurisë. Remir Gjoligaj, Endri Gjata, David Qerimi, Elis Merkaj, Rentian Peposhi, Odea Skuqi u arrestuan pasi SPAK dhe BKH mosin në 2 kulla luksoze në Tiranë për të goditur këtë rrjet i cili kishte mashtruar qindra qytetarë europian. Grupi të arrestuarve ishin kryesisht personat që transportuan pajisjet e call centerit nga kulla Ati Tower në një ambient tjetër të marrë me qira. Një aksident tragjik e kurudhor ka ndodhur në Spanjë, ku 2 trena u përplasën mes tyre mbrëmjen e së dielës. Fillimisht u raportua për 24 viktima, por me kalimin e orëve, bilanci është rënduar duke e çuar numrin e të vdekurve në 39, ndërsa sipas autoriteteve, shifra mund të rritet edhe më tej. Aksidenti ndodhi rreth 10 minuta pasi Irio u nis nga Malaga drejt Madridit në orën 6:40. Sipas autoriteteve, 73 persona u plagosën, 15 prej të cilëve në gjendje të rëndë, njoftoi presidenti i rajonit Andaluzis, Juanma Moreno, duke shtuar se ekipet mjekësore kishin trajtuar 170 persona të tjerë për lëndime të lehta në një spital të improvizuar. Aksidenti ndodhi rreth orës 19:40 sipas orës lokale, kur një tren që udhtonte nga Malaga për në Madrid doli nga shinat pranë Adamuz, Cordoba, dhe u fut në një shinjë ngjitur. Autoritetet paralajmëruan se numri të vdekurve mund të rritet në përplasjen më të keqe e kurudhore në Spanjë në më shumë se një dekadë. Kosova ka shënuar një hap të rëndësishëm në industrinë e mbrojtjes duke prodhuar dronin e saj të parë luftarak. Bëhet fjalë për skifteri K1, një mjet ajror pa pilot me kapacitete të avancuara goditëse dhe rreze të gjatë veprimi. Sipas të dhënave të publikuara, skifteri K1 ofron kapacitete maksimale fluturimi deri në 7 orë 12 minuta dhe një rreze veprimi deri në 1124 kilometra. Këto janë kapacitetet maksimale të projektuara të dronit dhe jo domosdoshmërisht rezultati një testimi të vetëm. Droni është i aftë të operojë në konfigurim të armatosur me një kapacitet ngarkese deri në 42 kg, duke e bërë të përshtatshëm për misione goditëse nga ajri në distanca të gjata. Skifteri K1 është testuar dhe theksi vendoset tek saktësia dhe funksionaliteti operacional, ndërsa të dhënat teknike tregojnë potencialin e tij për përdorim në misione strategjike ajrore.